Lukova, ky fshat i qetë bregdetar i mbështetur me skodrave të gjelbëruara dhe detit-jon, por i lind në heshtje si një nga destinacionet më të bukura dhe autentike të Rivierës shqiptare, dikur i njohur vetëm nga vendasit dhe udhëtarët e rrallë që kërkonin qetësi larg zhurmës. Sot Lukova po fiton gjithnjë më shumë vëmendje, pa humbur shpirtin e saj të pastër. Në sezonin e fundit janë ndërtuar disa struktura të reja akomoduese, që ruajnë harmoninë me natyrën dhe stilin tradicional të zonës. Vila me pamje nga deti, bujtina familjare dhe apartamente moderne por të thjeshta janë krijuar për t'i ofruar pushuesve komoditet, pa shkelur mbi bukurinë natyrore që e bën Lukovën të veçantë. Këto akomodime ofrojnë jo vetëm kushte të mira për të kaluar ne të qeta dhe të freskëta, por edhe mikpritje të ngrohtë dhe ushqim të gatuar me dashuri e përbërës vendas. Për ata që preferojnë natyrën, zonat e kampingut nën hijen e ullimve vazhdojnë të jenë një mënyrë e përkryer për të përjetuar jetën në fshat, ndërsa rrugët e pastra dhe rrjetet e përmirësuara të shërbimeve kanë bërë që edhe familjet e huaja me fëmijë ta zgjedhin gjithnjë më shpesh Lukovën për pushime të qeta dhe të sigurta. Me një rritje të kujdesshme dhe të qëndrueshme, Lukova po ndërton identitetin e saj si një vend ku koha ngadalësohet, ku pushimet janë të vërteta dhe ku deti, mali dhe njeriu bashkëjetojnë në harmoni.